Ne na kanë ardhur miq që thoni ju. Hello! Na ka ardhur vllai I Emres, siç që thash dhe te videoja e kaluar. Tani u bën gati vëllezëri se do dalin. Anahtarı var mı? Hayır, nerede? Haydi. Çık. Bye! See you later! Milan edhe ikën. Përshëndetje dhe mirë se rikthehet në një tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë quhem Danja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Dhe këtë vlogun e sotëm ne do të fillojmë me një surprizë për ditëlindjen e Emres. Do të thënë për momentin nuk kemi asgjë në vijë. Është ora 6:15, ditëlindjen ai e ka nesër që I bie data 19, që është e premte, por do ja festojmë dhe do I bëjmë surprizë në orën 12. Unë kam bërë një plan, siç u thash edhe tek video e kaluar. Kam organizuar në kokën time dhe të shpresojmë që do dal ashtu siç e kam menduar. Tani, Emreja mua më ka treguar që në kulturën e tyre nuk e kanë të festuarit e ditëlindjes. Domethënë Emreja nuk ka festuar ndonjëherë ditëlindje. Vetëm vjet më tha që kolegët e punës I kishin bërë një tort edhe ja kishin festuar në thonjza në zyrë. Po gjë kështu tjetër surpriza, dhurata, më the tash, jo. Unë, Maria, Dori, Redioni, Elena jemi për të shkuar prap tek një stand-up comedy sot, edhe në fakt shkoi shumë mirë kjo që vajti sot. Duhet të shkonim javën e kaluar, po duke qenë se ishte ka me shi ata e shtym për këtë javë. Dhe më mirë akoma, pse do thoni ju, sepse ajo mbaron vonë nga ora 11 diçka e tillë e natës, edhe unë pastaj bashkë me grupin do vim të gjithë në shtëpi. Kam edhe bashkëpunues Berke, që është vllai I Emres. Ja shkruajta edhe ati sot planin kur isha në punë, I shkruajta që plani do jetë ky. Mundohej që t'jeni në shtëpi, thash unë të paktën maksimumi deri në orën 12 pa çerek, se në 12 do vim ne. Edhe ja, shpresoj të dalë bukur. 1 minute later. Ju thash, shpresoj që të mos ndodhë ndonjë gjë e keqe. Gjëja e keqe ndodhi që në momentin që unë mbylla derën të dola nga shtëpia. Më duket se kam haruar qesin tjetër nga brenda. Edhe qesin e Emres e mora unë, se mendoja se nuk e kisha. I mendoj, sepse qesin... As nuk mund të flas dot. Ngelëm jashtë. Nuk hap dot derën. I cannot do qaj. Edhe tani duhet iki. Më vajti ora, duhet iki. Unë normalisht, kur dal, nuk marrë gjë për të ngrënë me vete, apo nuk marrë ujë. Sot, jam gati. Mora dhe ujë me vete, mora dhe croissant me vete. Dhe sikur ta dija, sikur e ndjeja që do ndoste diçka. Se ta shpresoj mos të ndodhë gjë. E thash? E thash? Marrë pronaren e shtëpisë në telefon edhe I thash që shumë ndodhi. Edhe më tha, do të çojmë një teknik. Edhe tani po pres atë. Ora është 7:25. Unë duhet kisha vajtur atje. Four hours later. Ai! Arritëm. Ku janë gjërat? Me Fenerbahçe. Emre edhe 100. Okej, shumë mirë. Dhe për ishtartë në kota që Okej. Sa vajti ora? Sa është ora? Ha? Okej. Okej. Këtu është dhurata që mami ja ka mbështjell me Spider-Man. Po këtu që janë? Nga gota pjata. Hajde. Organizatorja që mbylli derën që parë. Shumurime për Emrena, shumurime për ty. Gel!
Alo! Happy birthday! İlk çık në banjë. Mami, Berke, Mami, Silvana. Aç bir tanem, this is your gift. Bu arada. Evet. Do you like it with the... Do you see this or? Torta. Yes. How did you make? Sana ne? Sana ne? Korktun mu? Niye? Patlatarak gitti. Utrayım nga që shpërsim. Şaka yapıyorsun. Gerçekten mi? Mumbai. Masaldan Si stojmë, të ngelim të natën. Shumë. Nasıl? Ben kahvekten. Visha. Oh, nice. Hajde, dil gjera tashme. Tani të presim tortën. Se në hajde tortën. It's new. Wow, XXL. Kokën dhe intë. You have a bottle there. Pafshim. Hier pak de video, so that's your. Neyse kort. Ha? İnşallah. Ku do ikim nesër? Korç. Bravo. Si që je del, negativ. U bëre shumë i mirë. Bëu dhe njerë. Natën. Bu kimin? Si është bërë dynjaja këtu. Ato YouTube. Kush do e pastroje? Ti do e pastrosh. Japma. Ej! Oho, bo, u bën dy. Shiku e vari bluzën që i ka bleri vllai. Bo. Blur koy buraya. Hayır. Koymayacağım. Se çari pëlqejnë mor zot, se çari pëlqejnë. Ayıp olmaz değil mi? Montenegro yazıyor ama. Ora 1:10. Nuk I heqin syt nga PlayStationi. Po shikoni ku e ka lënë mor zot I madh. E ka futur aty brenda në kuti, nuk do ta përdor nesër. Edhe e ka lënë këtu, nga ana e tij e krevatit. Aq shumë e do. The next day. Mëngjesi. Nezim ka dhe gjumi sot. Jam shumë e lodhur. Nuk e di, kjo java ka qenë shumë e ngarkuar, shumë e lodhshme. Edhe mezi pres veten punë sot, të punoj, edhe ta mbyll javën. Dhe kemi edhe në Korç, edhe kemi edhe rrugë për të bërë, roba nuk kam bërë gati, kështu që bie kur të kthejmë nga puna. Hello! Sa po erdhëm nga puna, edhe po bëhemi gati. Shpejt, sepse do nisemi për në Korç, do nisemi që tani.
Ane nga Korça kam shtëpi që është tot, kështu që duhet të marrim rroba të trasha. Po problemi me mua është që unë nuk e di cilat rroba më bëjnë edhe cilat jo tani. Kështu që nuk di ç'të marr. Nuk I gëzoj dot. Vjen vërdall me Yürüyerek gidiyorum, hiç acelem yok ayrıla. Seninkisi bitmiş olabilir. He's a good singer. Telefon çalıyor. The writing babe, Sunvisor, the chase. We have to remove it. Haydi 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 kızlar elleri kaldırsın. Haydi 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 haydi. Herkes kendine kaptırsın. Të kesh 2 meshkuj në shtëpi, nuk E dilet. Çar ben burayı. Ty ç'të duhet? Çar ben moj. Çar ben. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga jeni? Nga Korça. What's the most famous food in Korça? Lakror. Kërnacka. Çok iyi nice'sin ya. Ne tash jemi në Elbasan. Sa paritëm në shtëpi. Sa jemi lodhur. I ram edhe nga rruga e re, që ju tregova një pjesët nga tuneli. Ndriçim që kishte ai tuneli më ka bërë përshtypje. Deri më sot s'kam asysu në tunel që të ketë shumë ndriçim, sidomos ai njerë që shkon për në Elbasan. Anyway, ora është 11:30. Se ne qëndruam në Elbasan që hangrëm dark përpara se të binim. Erdhëm Kastile për të parë Korçën Berke, se Tiranën e ndriti njerë. Shqyqy që kemi një fundjavë mes ditëve që ai do ri, që erdhëm këte e vizituam një vend tjetër. Se ditë e javës, ne të dy kemi që në punë, Emreja herë mbaronte në 5, herë mbaronte në 7. Edhe ka ngelu gjithë ditën në shtëpi duke luajtur PlayStation, nuk ka parë asnjë lloj gjëje. Kështu që nesër do I tregojmë Korçën. The next morning. Good morning! Nga dita e shtunë. U ngritëm qik vonë sot. Sa më tremi, rafshesa. U ngrita në qik vonë sot, u ngrita nga ora 10 pa 20. Mirëmëngjes ba. Sa më janë zgjatur flot, çka, shikoni pak. Nuk e di, po ma jep një mendje të vetit I pres shkurt fare kaq. Kishte vajtur Tullën ju e njihni, kishte vajtur I kishte prej flokët shkurtra dhe ajo edhe I kishte bërë shumë e onde shumë të bukur e thash po sikur ti prej unë aq të shkurtra, po puna është unë nuk kam nget të rritë të merrem t'i bëj me onde edhe t'i bëj kaq sa Aleksia për shembull. Shikoj, ja vutra Aleksia që kishte prej herën e kaluar? Si ja vutre, se s'keni komentuar gjë. I preu. Po, të bukura janë kur janë të shkurtra dhe I bën me onde dhe I stilon. Gjithsesi. Do dalim tani do vem për të ngrënë. Ku do vem për të ngrënë mëngjes? Tek restoranti francez, sepse bën ato, ja rroba e si quhen ato. Po I bën të mira me ngelëm francezi thot Aleksia. Pa sa drejtim të bukur paska këtu. Dolëm më në fund. Erdhëm këtu te kisha. Ku kanë hyrë ata, kanë hyrë poshtë një pemë në hije. Hajde Aleksia, shpejt. Hello! Are we going to ride a bull? Why? Pantolon ne be? Güzel pantolon Siye. be. Selamünaleyküm. Aleyküm selam tuaj. Hajde do vem tam. Çal. Do vem ta ham buk. Okay. Hajde. Katër. Pes. FIFA. Pes. FIFA. Na thuajnë qik, çfarë mësove shqip? What did you learn in Albanian? Uj, Aha. Malbora, Caş, Marlboro 6. Selam. Merhaba. Përshëndetje, Aha. natën, Aha. keyif geçirecektim. Öyle mi? Kıyamam sana. Ben de aynı fikirdeyim. Sigara içeceğim. Teşekkür ederim. Aşk ya, savuncu olayım. Ulan tipime baksaydın, bir tane hakkım vardı.
sorsak se insan bunu istiyor musun istemiyor musun? Shqipçan Zori pa dashje. Ma hoqi një film kot. Zora dhe vlezrit. Apa. Yje. Güzel kızlar bana uğraşsın. Let's walk a little bit. Y'all are boring. Emre Dembey. Do you want to I can go? walk. Yeah. She said Emre tembel. The dark we passed and we saw Çarben boy. pork chop from up. Eyvallah. Güzel. Eyvah. I won. E mori Alexia! Ra pa dashe në fakt. Se mos ra shumë keq, ra këtu edhe kaloi këtej pastaj. Shumë keq, shumë mirë moj. Kja do të marrësh këtë këtu të ziun? E se merë do të ata. Alexa burayı soyacak. Dota bacım aksident. Dak qoftë. I kam sart të fjalë këra. I bën translate në telefon edhe i thot, po e ka shumë të mirë shqiptimin. J'yi Y diye okuman lazım. Beyim. Po nget Alexia makinën edhe Berki thot, kam frikë, jam keq tha. Jam keq dedim. Evet. I'm back. Alexa soruyor. Aha. Sonra ne dedin? Dota bacım aksident. Hey! Dota bayım aksident. Bajmë. Bayım. Bajmë. Bayım. Bajmë. Erdhëm Voskopoj. Erdhëm në Voskopoj tani kam dark. Hajde, na griu. Ne na griu këto kërcejnë e këndojnë këtu në makinë. Kemi ardhur te ambasadori, sepse herën e parë fare që erdhëm këtu, hengri një mish Emreja që tha mishi mi që kam ngrënë ndonjëherë në jetën time. Edhe përveç mishit i pëlqeu shumë edhe sallata jeshile. Edhe për mendimin tim ajo sallata jeshile e presin kaq holl, kaq bukur, është kaq e shijshme. Asırılar ve asırışınlar. Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Tak 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 kapıda kim var? The next morning. Good morning! Unë bëra gati shpejt, edhe po nxiton kaq, sepse i bie në telefon Emres të zgjohet, që dalim të hanë mëngjes, edhe nuk më përgjigjet. Kështu që unë do t'i vete dhe t'i bien surprizë te hoteli ku po qëndrohem.
Do të që po që në gjëra fjala, ju e dini që ne gjithmonë zgjedhim Villa Ajet për çdo person që thjellim në Korçë apo çdo person që i sugjerojmë një hotel në Korçë. Kështu që do nisemi për tek Villa Ajet. Shtotë. Të mos të voskopoj dje kur ishim, ishte 12 gradë. Pasa kur zbritim në Korçë, ishte 21. I zjova çunat. Një çun këtu, një çun këtu. Çunk, Çun, çun, çuna. çuna, përshëndetje. I vajta aty te hoteli, siç që thash, se nuk dëgjonin fare dhe i zjova, i ngrita kështu direkt me vrap. U bën gati, dolëm, tash po shkojmë për të ngrënë mëngjes, po përpara se të shkojmë aty te mëngjesi, unë bleva këto që shikoni këtu, janë bugaça. Dhe këto bugaçat i haja kur isha në Korçë dhe kur isha në gjimnaz. Ai gjati që bën këto bugaçat sillte në gjimnaz aty te Malta ku kam qenë unë, sillte edhe pica. Po pash që këtë radhë kishin sjell pica, kishin futur pica vegetariane. Se kur isha unë s'kishte vegetariane, kishte vetëm me sallam. Edhe unë detyrohesha hiqja sallamin që të haja vetëm picën me kaçkavall. Do you have anything to say? No. Janë akoma për gjumësh, mos ja vini re, duhet pinë kafe, duhet të hanë mëngjes. Erdhi momenti të largohemi, edhe këtë radhë, duke qenë se jemi dhe 4 veta, kishim çanta, kishim gjëra që i morëm këtej i blem, kemi lakro që e kemi marrë me vete, dhe ndosëm që t'ikim me taksi. Dhe me taksi kemi marrë Kotaksi. Ja. Me Kotaksi ne kemi ardhur edhe një herë tjetër nga Tirana, kur erdhëm atëre për pushime. Dhe ishte shumë e rastshme, janë makina elektrike, taksitë e para elektrike që janë futur në Korçë. Kështu që në qoftë se doni, ja ku e keni edhe numrin e telefonit, kontaktoni direkt me Kotaksi për t'i marrë nga Korça për në Tiranë, për në Rinas, nga Tirana për në Korçë, kështu me radhë. One eternity later. Hello nga Tirana. Sa paritëm, rruga mirë. Ajo rruga e re ama, o zoti ma, sa keq, gjitha të kthesa, të zë makina. Filloj po më bëj një gluk të brenda në stomak. Di që thash se do nxirja. Po jo, shoqyra arritë mirë. Gjithsej, bashkë me një dalesë të vogël në hotolisht e bëm 3 orë. 3 orë fiks. S'kishte shumë trafik. Mirë ishte. Tani dua të fle, po më hajt edhe shumë buk. Gjithsesi, unë videon këtu do e mbyll, kështu që mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në rrjetet e mia sociale dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Ju po dhe ju përqafoj të gjithëve. Bye!